përmendet në mënyrë indirekte për rastin e vajzave në këtë dosje, por edhe Kosova, përmes presidentes Atifete Hajaga. Nuk jam i sigurt, nuk kam asnjë informacion pse është përmendur Hajaga në dosjen e Epsteinit, por edhe një herë vlen për të theksuar, fakti që përmendet një emër nuk do të thotë përfshirje në kriminalitet. Absolutisht jo. Ky ishte një personazh i cili kishte penetruar në sferat larta të politikës botërore, kështu që është më se normale. Kosova ka qenë një nga vendet ku amerikanët dhe evropianët dhe NATO dhe forcat paqëruajtëse kanë patur shumë interes për të qenë prezente. Pra, Kosova nuk është thjesht Kosovë. Kosova është një entitet, një territor i cili ka qenë menaxhuar nga forcat ndërkombëtare. Pra, kur shkojnë në Kosovë kishte të bëja me amerikan, me francez, me britanik, me austriak etj. Kështu që normalisht që mund të ketë pasur një lloj shkëmbimi. Ky ishte një person, me sa duket, që pas ka mbledhur shumë informacion. Tani, se për kë punonte ky, këtë nuk e dim. Kemi një pikpyetje të madhe. Punonte për një entitet inteligjence shtetërore, apo punonte për një entitet inteligjence private. Ajo që është e qartë, është që Jeffrey Epsteinit i pas kanë pëlqyer shumë fotot, lloj fotosh, në shtëpi, me princin Andrew, duke u rrotulluar me vajza në tokë, Peter Mandelson me mbathje, qesharake në fakt kur e shef atë foto, me Clintonin, me Trumpin, me video. Pra do të thotë që ky është një personazh i cili kishte dëshirë, por kishte edhe strategji për të dokumentuar të gjithë interaksionet e tij me këto figurat mëdhaja politike. Qartë, mirë, zoti Gjoni, pyetja që shtrohet, këto figura që ju përmendët, Trump, Clinton, princi Andrew, shumë të tjerë që janë përmendur ish princi tani se iku edhe do vazhdojnë të përmenden. A ka qenë në dieni të krimeve seksuale që ndodhnin aty? Këta? Po sigurisht, patjetër. Jo më larg se ju kërkojnë ndjes dia par dje, kryeministri britanik ka bërthirje që Andrew Mountbatten Windsor, siç e ka emrin sot, duhet shkojë dhe të dëshmojë përpara Kongresit Amerikan. Nuk është pak që kryeministri britanik të dalë publikisht dhe të bëjë thirrje për një antar ose ish antar të familjes mbretërore, vëllain e mbretit Charles, për të shkuar për të dëshmuar përpara Kongresit. Nuk është pak. Pra, sigurisht që kanë patur. Kemi parë pedofili me sytë e tyre dhe Jo, ata janë pedofilët. Dakor. Pra këta janë pedofil. Andrew, nëse vërtetohet që ka fjetur ata që nuk janë të paktën, ëh? Mi pra, se jo të gjithë, po ata që nuk janë. Mi pra, po a ka pyetje për t'u bërë pse Clinton ishte kaq afër me Epsteinin, pse Peter Mandelson ishte kaq afër me Epstein, pse Bill Gates ka qenë kaq afër dhe fliste, ka pas shkëmbime për sëmundjet seksualisht të transmetueshme që Bill Gates mund të ketë kapur dhe kërkonte antibiotik për të mbrojtur edhe nusën e tij sepse kishte fjetur me një vajzë ruse. Tani, unë nuk besoj që sëmundjet seksualisht të transmetueshme mund të transmetohen përmes puthjeve në faqe apo ajrit. Pra, do të thotë që ka pasur diçka që ka ndodhur në atë ishull. Kështu që sigurisht ka pikpyetje shumë të mëdha, por kjo duhet provuar. Kjo duhet provuar dhe kjo nuk do bëhet vetëm në Kongres, kjo duhet bëhet nga janë dëshmitë e vajzave. Ka dhënë një pjesë të tyre. Dëshmitë duhen provuar gjithashtu edhe me dëshmitar të tjerë. Nuk mund të marrësh, po s'mund të marrësh vetëm një dëshmi, sigurisht. Po, duhet merren agjencitë dhe duhet merret drejtësia amerikane me këtë punë, absolutisht që po, dhe duhet merret më fort. Por pa dalë të gjitha, pa dalë 100% e faqeve të dokumentuara që mbahen ende në Departamentin e Drejtësisë amerikane, nuk është e mundur. Pra deri tani kemi një konsum publik të një materiali të redaktuar. Pra kemi një material të lëshuar në sferën publike me telekomandë. Do të thotë që informacioni që ka dalë është i kontrolluar me qëllim. Në këto kushte është shumë e vështirë që të bëhet një gjykim. Gjykata, cila do gjykatë që do merret me një çështje të caktuar, duhet të ketë gjithë evidencën në dispozicion, duhet të ketë një seri dëshmitarësh dhe pastaj të marrë një vendim për të i takojnë gjitha një procesi gjyqësor. Aktor në të gjithë këtë situatë janë njerëz të veshur me pushtet. Do bëhet drejtësi reale për këtë çështje, zoti Gjoni?
Unë besoj që fatkesisht në moshën ku kanë arrit këta njerëz dhe me vdekjet që kemi parë deri tani, unë mendoj që është një aferë realisht shumë e vështirë që të nxjerrë që të fus njerëz në burg. E shoh shumë të vështirë. Sepse janë njerëz të pushtetshëm apo? Po sigurisht, sepse janë njerëz të pushtetshëm që janë ende në pushtet, që kanë ende lidhje të forta me ata që janë pushtet dhe që kanë nevojë për të ruajtur konfidencialitetin e atyre gjërave që nuk kanë dalë ende në dritë. Kështu që jo, kam frikë se nuk do ndodhë ndonjë gjë e madhe. Por vlen për t'u bërë pyetja pse pikërisht tani dhe pse këto faqe dhe pse këta personazhe. Pra ku është qëllimi i nxjerrësit? Tani ka lidhje me çfarë? Po ka lidhje me ndoshta ndonjë aktor shtetror, lindor, pavarësisht se dosje dhe informacioni ka dalë nga Departamenti i Drejtësisë të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pse është përzgjedhur dhe pse është redaktuar, si është redaktuar ky informacion dhe këtë dëshiron tani në mandatin e dytë të Trump. Ndoshta. Pse tani? Pse nga kjo administratë? Pse pikërisht para zgjedhjeve të Kongresit Amerikan që zhvillohen këtë vit? Pse në momentin më negativ të popularitetit të Trumpit në Amerikë? Pse nuk përmendet fare një aktor lindor? Nuk ka president rus që të akuzohet që ka qenë në ishullin e Epsteinit apo kinez. Pra ka shumë pikpyetje, ka shumë drithije kjo aferë, po për ne, si shqiptar, ajo që është relevante, është që pas kemi besuar kot në pastërtinë e këtyre zyrtarëve të cilët vinin dhe na shisnin ëndrat dhe fabulat e integrimit evropian si destinacioni final i parajsës ku do mbrinin shqiptarët dhe Shqipëria. Pas ka qenë gjitha një fiasko. Fundit shumë mirë që ka ndodhur kështu, sepse ne duhet kuptojmë që nëse duam të ndërtojmë shtëpinë tonë, ne duhet ta ndërtojmë vetë dhe nuk duhet shpresojmë tek i huaj që duhet t'i bjerë rruga nga ne për të na suvatuar muret apo për të na ndërtuar katën e dytë të shtëpisë. Edhe diçka e fundit zoti Gjoni, çfarë po i tregon botës dosja Epstein? Çfarë po na shfaq para syve? Po shfaq hipokrizinë e qenies njerëzore dhe faktin që turma, populli, votuesi, beson në fabula imagjinare. Por unë besoj që mësimi kryesor është hipokrizia që ka një emërues i përbashkët i species njerëzore që mbizotron këtë planet. Si që kishim parë në filma, po me sa duket gjithçka është realitet. Epstein është më bukur se filma, është bukur në thonjza. Kështu që tregon një kalbëzim të sistemit politik. Jemi në momente shumë të vështira, në momentet që po ridefinohet rendi i ri botror dhe po diskreditohet rendi deri tanishëm botror, sepse çfarë po dalin? Po dalin informacione rreth figurave që kanë determinuar politikbërjen botrore dhe kanë marrë vendime vitale, jetësore për njerëzit dhe për vendet edhe për jetët e miliona njerëzve. Këta njerëz në politikbërje gjatë 30 viteve të kaluara po dalin sot si njerëz thellësisht të kalbur nga ana morale. Çfarë ka nevojë më për koment në këtë mes? Unë ju falenderoj shumë zoti. Faleminderit edhe juve. Gjithmonë kënaqësi. Rrofsh. Një tjetër hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.